Anijet e fundit që u nisën nga ngushtica e Hormuzit para përshkallëzimit të krizës dhe bllokimit të këtij kalimi, tashmë kanë arritur në rafineri. Tregu tashmë përballet me presione serioze dhe rrezik për mungesë të miliona fuqive në ditë për prodhimin e derivateve të naftës. Kjo hap çështje nëse mungesa do të reflektohet edhe në furnizimin në Maqedoni. Sipas ekspertit të energjetikës Mitko Andrevski, qytetarët e Maqedonisë nuk do të kenë frikë se do të ketë mungesë fizike të karburanteve në treg. Македонските граѓани, порак од мене, ако е тоа возможно да се воздржат од паника, нафта и нафтени деривати за Македонија ќе има, што не е случај во Србија и Бугарија и Романија, каде што собственици на рафинериите се руските компании како Газпромнефт и како Лукойл. Por Andrevski thekson se problem dhe sfidë e madhe në të ardhmen do të jetë çmimi i naftës së papërpunuar, i cili për herë të parë në histori ndryshon jo vetëm në bazë ditore, por orë pas ore, madje edhe nga minuta në minutë me kërcënime të mëdha. Megjithatë, pavarësisht kësaj, furnizimi do të mbetet stabil në Maqedoni, para së gjithash për shkak të kontratave afatgjata dhe burimeve të sigurta për furnizim me naftë të papërpunuar të kompanisë kyçe për shtetin, grek Hellenic Petroleum. Andrevski thotë se nuk mund të ndodhë skenari me gazin natyror, kur tregjet e pasura aziatike e morën këtë energjent, kështu që në vend të Europës përfundonte në lindje. Sipas Andrevskit, kjo është e pamundur me naftën e papërpunuar, sepse kontratat që kanë kompanitë serioze, ndër të cilat edhe Hellenic Petroleum, garantojnë që sasitë do të dorëzohen në rafineri. Но, знаејќи од каде се набавува, од Норвешка, од дел од афричките земји, јас не верувам дека до такво нешто ќе дојде. Како прво, како второ, тие се пресериозни договори и не е така едноставно дека може би некој повеќе пари ќе понуди и ќе ги префали. Се случува тоа во одредени ситуации кога однапред не се договорени тие количини, него се на слободниот пазар или се тргуваат од ден за ден. Но познавајќи ја политиката на работење на Hellenic Petroleum, до тоа сигурно нема да дојде. Andrevski shton se gazi i lëngshëm teknik mund të blihet në det të hapur dhe të ridrejtohet te blerësit e pasur, por me naftën nuk është i njëjti rast. Arsyeja është se rafineritë punojnë me lloje të ndryshme nafte, të cilat përshtaten vetëm për impante të caktuara. Rafineritë europiane, përfshir ato edhe të Hellenic Petroleum, në një pjesë shumë të vogël përpunojnë naftë nga gjiri persik, e cila më së shpeshti përfundon në rafineritë në Japoni dhe më gjerë në Azi. Nga okta e cila është në pronësitë e Hellenic Petroleum dhe përmes së cilës nga 70 deri në 80% furnizohet në tregu i Maqedonisë me derivate të naftës, thonë se furnizimi është normal dhe se po e ndjekin me kujdes situatën. Okta vazhdon rregullisht të furnizojë tregun vendas dhe është e gatshme të përshtat planifikimin e furnizimit në varësi të zhvillimit të situatave në mjedisin rajonal dhe global energjetik. Sipas informacioneve nga qeveria, për këtë fundjavë nuk është caktuar mbledhje qeveritare, ku do të shqyrtohen edhe gjendjet me çmimin e derivateve të naftës, por prej atje thonë se po e ndjekin nga afër situatën dhe nëse ka nevojë, do të thirret edhe mbledhja për të shqyrtuar masat e mundshme.